ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Në vazhdën e dersave tona rreth kapitullit të namazit, kemi arrit deri te nën kapitulli i cili ka të bëjë me namazin e xhamatit. Ato kë nën kapitull përfshin disa mesele ose disa pika. Meselja e parë ka të bëjë rreth vlerës së namazit me xhamat. Cila është vlera e namazit me xhamat? Do të namazi me xhamat është prej simboleve dalluese dhe simboleve të shenjta dhe madhështore të kësaj feje, të fesë islame. Dhe kanë pajtueshmëri të gjithë muslimanët se namazi me xhamat për 5 kohë të namazit është prej veprave dhe prej adhurimeve dhe bindjeve ndaj Allahut më madhështore. Allah subhanahu wa taala ka lehtësu për këtë umet shumë tubime, do të kumblidhen dhe të bëhen pjesëtar të këtij umetit. Prej tyre është, do thot, tubimi edhe mbledhja për 5 kohë të namazit në xhamia. Tjetër është namazi i xumas, namazi i 2 bajrameve, namazet e kusufit, do thot kur nxjinë dielli apo hana. Dhe mbledhja ose tubimi më i madh i muslimanëve që ndodh gjatë tërë vitit është kur ata mblidhen në ditën e Arafatit. Dhe kjo është një shenjë që tregon se ky umet është një, është i bashkuar në akidën e vet, në ibadeten e vet dhe në të gjitha simbolet që dallojnë prej feve edhe umeteve tjera. Dhe ky tubim apo kjo mbledhje që e bojnë muslimanët gjatë 5 kohëve të namazit, gjatë 24 orëve, tregon lartësinë dhe sa e lartë, domthonë tregon se sa e lartë është kjo fe. Dhe tregon se dispozitat e kësaj feje kanë zbritur drejt për drejt nga ana prej Allahut subhanahu wa taala. Do thot në këto tubime që mbledhen muslimanët, ata njihen, kanë kontakt me njëri tjetrin, njihen, i këshillohen për punë, çështjat edhe problemet e tyre dhe njoftohen apo këshillohen se si mi zgjidh ato probleme. Dhe në këto tubime, në këtë tubim namazin e xhamatit, do thot ka dobi edhe përfitime të shumta dhe madhështore. Prej tyre, domosdoshmë aq shumta janë sa që është vështirë që të përkufizohen. Prej tyre janë, do thot se ai që është i paditun rreth dispozitave të namazit mësohet. Mëson se çish do të mu fal namazi. Ai që është i dopt apo që është ka nevojë ndihmohet. Gjithashtu në to ka zbuten zemrat. Bashkohen ato dhe shfaqet sheshazi, do thot krenaria e islamit edhe muslimanëve. Gjithashtu në këtë tubim 5 kohë të namazit do të ngriten lart shenjat dalluese dhe shenjat simbolet e shejtat këtij islamit, këtij ummeti. Periudhësive tjera që Allah subhanahu wa taala e ka bërë që namazi me xhamat falet në xhamia në 5 kohët e tina, shkacek edhe Ibn al-Kastalani në librin e tina Maqasidus Salah ka thënë se gjatë namazeve me xhamat ngritet sistemi i bashkimit dhe dashurisë të muslimanëve ndaj njëri tjetrit. Për këtë ka thot Allah subhanahu wa taala e ka bërë të lehtëshëm që çdo lagje e muslimanëve apo një vendit për muslimanëve të ketë xhami. Në mënyrë që ata të bashkohen dhe të njihen me njëri tjetrin. Për urtësive tjera thot se shpirti i njeriu do thot kur është i vetmuar, e ka shumë më vështirë me kryeni ibadet se sa kur është me xhamat. Do nëse është
në grup të muslimanëve, në të bëj muslimanë dhe pritet që në namaz mu fal, atëherë kjo është një nxitës për shpirtin e njeriu që ai me kry atë namaz. Kurse nëse është vetun, atëherë shpirti i çdo njeriu do thotë e dëshiron për tacin, edhe do thotë mos kryerjen e ibadeteve. Për dobijeve tjera që i cek dietar është edhe ajo që më herët, se njerëz rreth dispozitave të namazit janë dy lloje. Njerëz që i din dispozitat e namazit dhe njerëz që nuk i din. Ata në prezantimin e namazit me xhamat, ata që janë ignorantë, ata që janë të padijshëm rreth dispozitave të namazit, mësohen edhe i njohin më mirë këto dispozita. Për urtësive tjera që i cekë dietar është se do thotë namazi me xhamat ose namazin përgjithësi kur të falën musliman për hir të Allah subhanahu wa taala, ka prej këtyre namazeve cilat do thotë e arrin shpërblimin të plot. Disa tjera e arrin më të mangët. Që shkallën disa hadithe tjera, e namazi me xhamat do thotë e plotson këtë mangësi. Do thotë ai i cili ka namazin më të mangët, i plotësohet kjo mangësi, ky shpërblim me namazin e atij i cili ju ka pranuar në mënyrë të plotë prej Allahut, nga ana Allah subhanahu wa taala. Kalojmë te meselja e dytë, apo te çështja e dytë, pika e dytë e cila ka të bëjë se cili është vendimi i Islamit për namazin me xhamat. A është obligim apo është sunet? Do të ka kontradikta mes dietarëve të Islamit, mirë po mendimi më i saktë është se namazi me xhamat është obligim. Edhe është fardhu ain, do të thotë është obligim për çdo musliman që më fal namazin me xhamat. Argumentet për këtë janë, do thotë, prej librit të Allahut subhanahu wa taala, prej Kuranit. Fjala Allah subhanahu wa taala ku thotë: "Wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka." Edhe kur të je në mesin e tyre, do thotë edhe thirrët për namaz, atëherë thotë le të falen një grup prej tyre me ty. Do të ky ajet ka zbrit në namazin e frikës, do thotë kur muslimanët janë përballë armikut. Pra nëse ka ardhur në mënyrë urdhërore që një grup që musliman të falen me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në kohën më të vështirë, do thotë në gjendjen më të vështirë kur janë përballë armikut, atëherë në gjendjen kur janë thotë sigurt edhe janë në rahati, atëherë obligimi është edhe më i madh. Do të kjo tregon se pasi që Allah subhanahu wa taala ka bë obligim namazin me xhamat, edhe kur je përballë armikut, atëherë kjo tregon se jashtë kësaj gjendje është edhe më obligative. Për argumenteve tjera është hadithi Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Athqalu s-salati 'ala al-munafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr." Do namazi më i rënd që i vjen më së vështirë te munafikave është namazi i sabat edhe namazi i yatsis. "Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Thotë se kur ta kishin ditë se çfarë shpërblimi ka në namazin e yatsis, namazin e sabatit, kishin ardhur në xhami mu fal, edhe sikur të kishin ardhur, do thotë zvarr, duke u zvarritur. "Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam, thumma amuru rajulan yusalli bin-nas." Thotë edhe kam dashur që më urdhëru për namaz. Më thirr, do të më thirr ikametin për namaz, pastaj më urdhënu një njeri prej xhamatit që më fal me njerëz, thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'hum huzamun min hatab ila qawmin la yashhaduna as-salat fa uharriqu alayhim buyutahum bin-nar. Thot kam dashur pastaj që më marr një grup për njerëzve edhe më shku te ata njerëz të cilët nuk prezantojnë namazin me xhamat nëpër xhamia, edhe më udhjek shtëpijet e tyre, duke qenë ata brenda këtyre shtëpive. Do të kjo është një kërcënim shumë i madh që tregon se namazi me xhamat nuk mund të lihet. Namazi me xhamat nuk mund të lihet. Argumentimi me këtë hadith bëhet në dy mënyra ose me dy pjesë tina. E para është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përshkruar ata të cilët nuk prezantojnë namazin me xhamat si munafika. Kurse e dyta është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka kërcënuar ata që ka me djeg me zjarr, do të shtëpitë e tyre ka me djeg me zjarr, edhe ata mbrenda tyre. Mirë, po çka ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos me djeg me zjarr?
është se Allah subhanahu wa taala ka ndalu që krijesat e tina mu dënu me zjarr. Kjo ka ndalu që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këta njerëz mi dënu me zjarr të xhenamit. Disa prej ulemave ka thënë se ajo që ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos mi dënu me zjarr, ose në mes brenda aty në shtëpive ka pas gra dhe fëmijë. Ata nuk e kanë obligim me prezantu namazin me xhamat. Për argumenteve tjera është se një njeri i verbët, domethënë që ka qenë çorr, s'ka pa, e ka kërku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që më leju atina mos me prezantu namazin me xhamat. Do të edhe është rregull në fikun e muslimanëve që lehtësimi për një dispozit nuk vjen vetëm pasi që ai ligj ose ai vendim ka qenë obligim. Alaykum salam. Po masi ka qenë obligim, atëherë vjen lehtësimi. Mirë, po pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij njeriu nuk e ka leju që mu fol të shtëpia vet, mirë, po ka urdhëruar që prap me ardhë dhe mu fol në xhami, edhe pse ka qenë e verbët. Edhe i ka thonë alaykum salam. Atasma'un nida, apo ndëgjon ezanin, apo ndëgjon thirrjen për namaz? Qala na'am, qala fa'jib. Ka thonë po, ka thonë atëherë përgjigj kësaj thirrje. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhr. Kush të ndëgjon ezan, edhe nuk i përgjigjet, atëherë thotë nuk ka namaz, veç se nëse ka ndonjë prej arsyeve. Arsyet që të lejon mos daljen në namaz në xhami, do të falen namazet me xhamat, kena më thënë dersën e ardhshëm. Gjithashtu ka thonë Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, laqad ra'aytana wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sallam. Thotë në kohën tonë, kur kemi qenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk është largu, edhe nuk ka prezantu namazin me xhamat, veç ai i cili ka qenë munafik, edhe që kemi njoft se është munafik. Thotë muslimanët në gjithë ju kanë përgjigj thirrjes namazin me xhamat. Mirë, po vjen pyetja, kush e ka obligim u fal namazin me xhamat? Thotë namazi me xhamat është obligim për meshkujt të cilët janë të mençur, do të thotë që janë të çmendur. Edhe që kanë mundësi, edhe janë të fuqishëm me dalë në xhami, do të thotë me fal namazin me xhamat. Mirëpaj, do të thotë gjithashtu qëllimi për meshkuj është meshkuj të cilët kanë hyrë në moshën madhore. Do të cilët kanë arrit moshën madhore. Ndërsa gratë nuk e kanë obligim me dalë namazin me xhamat. Gjithashtu fëmijët të cilët nuk kanë hyrë në moshën madhore se kanë obligim me dalë namazin me xhamat. Gjithashtu të rriturit, meshkujt të cilët janë çmendur, nuk e kanë obligim me dalë namazin me xhamat. Apo ata cilët nuk kanë mundësi me dalë, sigurisht që është i smuti, do të është ai që është i paralizuar, apo ai që ka të meta të tjera, do të nëse nuk e ka komptetin apo do të thotë arsye të tjera, të cilët e lejojnë këtë që mos me dalë namazin me xhamat. Dhe namazin me xhamat shëtë se marrët është obligim për këta persona, do të thotë që me këto kushte, alusram, pavarësisht a është ndodhtim apo është, do të thotë nuk është udhëtar, po është vendas. Do të edhe udhëtari, edhe ai i cili është vendas, që nuk është udhëtar, e ka obligim namazin me xhamat. Edhe ai shëtë se marrët, edhe ai i cili është, do të thotë në gjendjen e frikës. Do të kur është në luftë me qafirat, me jo besimtarët, prapë ka obligim që me fal namazin me xhamat. Edhe kjo obligim që po e cekum nuk do thotë që namazi me xhamat është kusht i pranimit apo i saksisë namazit. Pra nëse dikush falet vetëm në shtëpi, nuk do thotë që namazi i tij nuk pranohet. Namazi i tij pranohet, mirë po ka të mangët. Namazin e ka të mangët, edhe shpërblimin për këtë namaz e ka të mangët. Alaykum salam. Qëllimi është nëse nuk dal në xhami pa arsye, mirë po nëse ka arsye atëherë namazin e ka të plot. Namazin e ka të plot. Dhe ai i cili obligohet me dal, do të thotë në xhami me fal namazin me xhamat, është ai i cili do të ndëgjon ezanin. Edhe qëllimi i ndëgjimit të ezanit është me ndëgju
pazmadhues, do të thotë këto gjëra që zmadhojnë zonin. Pastaj vjen do të meselja e tretë që ka të bëjë se ku është obligim falja namazit me xhamat. Do të është obligim me fal namazin me xhamat në xhamia, apo mjafton nëse mblidhen domthonë anëtarët e familjes e bojnë në xhamat, falen me xhamat edhe do thotë prej atyre bën gjënoj edhe e mrrin shpërblimin e namazit me xhamat. Do të mendimi më i saktë dietarëve është se namazi me xhamat është obligim mu fal në xhamia. Do të thënë kur është bërë obligim namazi me xhamat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, esenca ka qenë që është bërë obligim në xhami, jo në për shtëpia. Do të me dalë në për xhamia edhe me fal namazin e xhamit. Do të kjo është nëse dikush e ka xhamin afër, shoh se kam më herët që ndëgjon e zonin pazmadhus. Nëse ka xhamin larg, atë namazi me xhamat për këtë person është sunet. Është sunet. Mirë, nuk e ka obligim. Mirë po, i lejohet këtina do të që e ka xhamin larg, që me bashkuan anëtarët e familjes edhe me fal namaz me xhamat. Edhe kë arrin shpërblimin e namazit me xhamat. Do thotë që është 25 herë apo 27 herë që shkon hadithe ndryshme. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë ka nxit në namazin me xhamat, që njerëzit mu fal namaz me xhamat. Edhe ka sqaruar vlerën edhe shpërblimin e madh të namazit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja. Namazi me xhamat është më i vlefshëm se namazi i dikujt që falet vetëm për 25 shkallë. Kurse në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, salatu ar-rajuli fil jamaa tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dhifan. Dhe namazi i njeriu me xhamat, në xhamat shumë fishohet apo shtohet më shumë se namazi i tina në shtëpinë e tina apo në tregun e tij, do në vendin ku ai bën tregti për 25 fish. Wa dhalika, dhe ka sqaruar pejgamberi son pse shtohet kështu? Pse shtohet namazi me xhamat këtë vlerë? Ka thënë sepse ennehu idha tawaddaa fa ahsana alwudu. Nëse ai merr abdes, edhe do thotë për sos abdesin, e merr në mënyrën më të mirë, me obligimet e sunetet e tij, krejt që ai ka, thumma kharaja ila almasjid, pastaj thot dal në masjid, la yukhrijuhu illa as-salah. Edhe nuk e nxjerr thot për shtëpisë tina për në xhami veç sa namazi. Do thotë jo në interes tjetër i kësaj dunjaje. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja. Thot nuk e bën ose nuk e çet asnjë hap veç sa thot i ngritet këtina në pozitë, në grad, edhe ngritet pozita tek Allah subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'atun. Edhe thot i fshihet këtina për çdo hap nga një gjëna. Fa idha salla, kur të falet, lam tazil al malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu. Thot edhe nëse kur të falet, melaqet vazhdimisht çojnë salavat për këtë person, sa të është në vendin ku u fal. Do thot në xhamin kur u fal. Sa që ndron ulur në xhamin ku u fal, melaqet vazhdimisht çojnë salavate. Edhe thonë Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Allahun, do thot ço salavate për këtë person, o Allahun mëshiro këtë person. Dhe namazi me xhamat është sunet për gratë, do thot jo në xhamia, po nëse janë shtëpiat e tyre, edhe mblidhen do të një grup i grave, është sunet që mu fal me namaz me xhamat, jo mu fal secila vetëm. Normal nëse nuk ka mesin e tyre burra, cilët do dhe kanë obligim me dal imam i tyre. Edhe është e lejuar do të thotë që njëra prej grave mu bëj imam i tjerave. Mirë po që shkënë me cekë edhe në kapitullin e ardhshëm që ka të bëjë me imamllokun, do thotë dispozita rreth imamllokut, është se gruaja kur dal imam i grave tjera do të merret në mesin e tyre, do thotë në saf me to, jo me dal më përpara, jo pri aty në sigurisë burrat. Gjithashtu e zonin gratë nuk e thirrën, është me kroçe gratë me thirrë zonin, sepse në zon do thotë ka lartësim të zonit, edhe zonin dëgjohet larg. Kurse i kametin e thirrën, mirë po e thirrën me zot ult.
sa nuk ndëgjohet, do thot jashtë shtëpisë. Dhe gjithashtu ajo gruaja që del imam grave tjera, do thot namazet me zo, lexon me zo. Nëse nuk kanë mesin e tyre burra të huaj, do thot që nuk janë shtëpisë. A nëse ka burra të huaj, atë lexon pa zo. Do të argument për se gratë kanë është sunet me fal, do thot namaz me xhamat, nëse janë një në tubim ose një grumbull për i grave, është se do thot kështu ka vepru Aisha radiallahu anha edhe Ummu Salama, siç e transmeton Darakutni sunenin e tij, se ato do thot kanë fal kur kanë qenë në grup me gra tjera, do thot kanë fal namaz me xhamat. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urdhëruar një prej grave për sahabeshave që është quajtur Ummu Waraka, e ka urdhëruar që mu bë imam i antarëve, do thot shtëpisë sajna. Qëllimi është i antarëve grave, do thot. Për arsye se burrat kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju fal xhamia, nuk ju falën për shtëpi. Edhe kët hadith do të transmeton Darakutni edhe Abu Daudi. Dhe i lejohet grave, do thot që me dal namaz me xhamat në për xhamia. Mirë po me kushte. Do të kushti i parë është që mos me qenë të parfumosura. Do të mos me parfumos veten e tyre. E dytë është mu mbulu. Nëse kjo mundet me kanë si kushti i parë, do thot që mu mbulu, edhe mos mu zbulu. Edhe mos mi zbulu pjesë të cilat bojnë fitne. Do të i provokojnë tjerët. Gjithashtu është me pas lejen prej burrit sajna. Do të me lyp leje prej burrit sajna. Edhe do të nëse del në xhami, do të me ditë që mos më fut në mesin e burrave. Do të më përzi me burra, mirë po me esë rrugëve, cilat janë larg burrave, do të që janë larg përzierjes me burrave. Kurse sa i përket burrave, nëse gratë e tyre kërkojnë leje prej burrave me lshu dhe me shku në namaz me xhamat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka urdhëruar që mi leju gratë e tyre me shku me namaz me xhamat. Që shka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha ista'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid falya'dhan laha. Thot nëse dikon për juve ose dikuj për juve i kërkon gruaja e tij leje që me dal namaz me xhamat në xhamia, atëherë thot le të lejonat. Ose në transmetim tjetër ka thonë fela yamna'ha, apo mos ta ndalonat. Çfarë thonë hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la tamna'u ima Allahil masajid. Mos i ndaloni robreshat e Allahut, do të gratë për shëllime prej xhamiave. Mirë po, namazi i grave në shtëpiat e tyre është më i vlefshëm se sa me dalë në xhamia. Që shka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në tjetër hadith, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dhe gratë dhe shtëpiat e grave do të jenë më të mira se sa në me dalë namaz me xhamat në për xhamia. Qëllimi shtëpiat e tyre janë më të mira, do thotë namazi i tyre është më i vlefshëm. Edhe ka problem më të madh tek Allah subhanahu wa taala. Prej kësaj do thotë ulemaja kanë nxjerrë një dispozit, do thotë vjen pyetja se gratë që dalin mu fal namaz me xhamat në për xhamia, a është ky namaz me xhamat i tyre i barabart apo vlera e këtij namazi është e barabart me vlerën e namazit burrave? Do të ulemaja kanë thonë sa i përket kësaj do thotë jo, namazi i burrave prapë është më i vlefshëm se sa namazi i grave që dalin do thotë mu fal me namaz me xhamat në xhamia. Për arsye se Allah subhanahu wa taala ka thonë walir rijali alayhinna daraja. Edhe burrat gjithmonë janë në shkollë ose shumë shkollë më lart se sa gratë. Dhe kur e cekum do thotë që burrat e kanë obligim me dal namaz me xhamat, thotë është edhe një për grupeve që kanë obligim me dal, ose një grup tjetër që nuk e kanë obligim me dal, mirë po që në kohën tonë nuk ekziston, është nëse muslimanët kanë rob. To çush kanë qenë kohën e mëhershme, që kanë pas rob, atëherë rob nuk kanë pas obligim namazin me xhamat. Për arsye se ata kanë qenë të obligueshëm prej zotnive tyne që më kujdes për pasuninë e tyne. E mos kujdesin ndaj pasunisë tyre, atëherë do thotë
ka çu deri te shkatërrimi I kësaj pasurie. Edhe prej kësaj ulemaj do të kanë nxjerr hukum, kanë nxjerr ligj, vendim që robt nuk e kanë obligim me dal namaz me xhamat. Dhe prej kësaj do të ulemaj gjithashtu e kanë nxjerr një hukum ose një dispozitë tjetër, se ai I cili është I obligum, do të prej shtetit islam apo prej një muslimani tjetër që ka një, domethënë, një kompani të madhe ose një diçka tjetër dhe ka obliguar që me harrojt pasunin, atëherë ky që harron pasunin nuk e ka obligim me dal namaz me xhamat apo në për xhamia. Edhe pse xhamia ka afër. Për arsye se nëse ky dal, atëherë pasuria e atij muslimani shkatërrohet edhe humbet, ose vjedhet ose gjëra tjera që mundën me ndodh. Dhe prej hadithi që e cekëm më herët që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urdhëruar burrin që me leju femrën me dal namaz me xhamat, ulemaja kanë zënë dispozitë tjetër ose më mirë thonë disa prej dietarëve kanë thënë që këtë tregon se burrit I lejohet me ndalu gruan mos me dal prej shtëpisë për punë dhe gjëra tjera. I lejohet, do thotë me ndalu gruan. Pastaj ulemaja I cekun disa prej meselave se cila xhami është më së miri që muslimani, do në xhamia në cilën falen me xhamat, limin e shejtanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Në vazhdën e dersave tona rreth kapitullit të namazit, kemi arrit deri te nën kapitulli e cili ka të bëjë me namazin e xhamatit. Dhe kë nën kapitull përfshin disa mesele ose disa pika. Meselja e parë ka të bëjë rreth vlerës së namazit me xhamat. Cila është vlera e namazit me xhamat? Thotë namazi me xhamat është prej simboleve dalluese dhe simboleve të shenjta dhe madhështore të kësaj feje, të fesë islame. Dhe kanë pajtueshmëri të gjithë muslimanët se namazi me xhamat për 5 kohët e namazit është prej veprave dhe prej adhurimeve dhe bindjeve ndaj Allahut më madhështore. Allah subhanahu wa taala ka ligjësu për këtë umet shumë tubime, do të kumblidhen dhe të bëhen pjesëtar të këtij umetit. Prej tyre është, do thotë, tubimi dhe mbledhja për 5 kohët e namazit në xhamia. Tjetër është namazi I xumas, namazi I 2 bajrameve, namazet e kusufit, do të kur nxjinë dielli apo hana. Dhe mbledhja ose tubimi më I madh I muslimanëve që ndodh gjatë tërë vitit është kur ata mblidhen në ditën e Arafatit. Dhe kjo është një shenjë që tregon se ky umet është një, është I bashkuar në akidën e vet, në ibadeten e vet dhe në të gjitha simbolet që dallojnë prej feve edhe umeteve tjera. Dhe ky tubim apo kjo mbledhje që e bajnë muslimanët gjatë 5 kohëve të namazit, gjatë 24 orëve, tregon lartësinë dhe sa e lartë, domthonë tregon se sa e lartë është kjo fe. Dhe tregon se dispozitat e kësaj feje kanë zbritur drejt për drejt nga ana prej Allah subhanahu wa taala. Do thotë në këto tubime që mbledhen muslimanët, ata njihen, kanë kontakt me njëri tjetrin, njihen, I këshillohen për punë, çështjat dhe problemet e tyre dhe njoftohen apo këshillohen se si mi zgjidh ato probleme. Dhe në këto tubime, në këtë tubim namazin e xhamatit, do thotë ka dobi edhe përfitime të shumta dhe madhështore. Prej tyre, domethënë aq shumta janë sa që është vështirë që të përkufizohen. Prej tyre janë, do thotë se ai që është I paditun rreth dispozitave të namazit mësohet. Mëson se çish do të më fal namazi. Ai që është I dopt apo që është ka nevojë ndihmohet. Gjithashtu në to ka zbuten zemrat. Bashkohen ato dhe shfaqet sheshazi, do thot krenaria
e islamit edhe muslimanëve. Gjithashtu në këtë tubim, pas kohët e namazit, dhe të ngritën lart shenjat dalluese dhe shenjat simbolet e shenjtat këtij islamit, këtij ummeti. Periudhësive tjera që Allah subhanahu wa taala e ka bërë që namazi me xhamat falet në përgjamia në 5 kohët e tina, që ka cek edhe Ibn al-Kastalani në librin e tina Maqasidus Salah, ka thënë se gjatë namazeve me xhamat ngritet sistemi i bashkimit dhe dashurisë të muslimanëve ndaj njëri tjetrit. Për këtë ka thot Allah subhanahu wa taala e ka bërë të lehtëshëm që çdo lagje e muslimanëve apo vendet në vendet për muslimanëve të ketë xhami, në mënyrë që ata të bashkohen dhe të njihen me njëri tjetrin. Preursive tjera thot se shpirti i njeriu do thot kur është i vetmuar e ka shumë më vështirë me kryen ibadet sesa kur është me xhamat. Do nëse është në grup të muslimanëve, në tobe muslimanë dhe pritet që në namaz mu fal, atëherë kjo është një nxitës për shpirtin e njeriu që ai me kry atë namaz. Kurse nëse është vetun, atëherë shpirti i çdo njeriu do thot e dëshiron për tacin, edhe do thot mos kryerjen e ibadeteve. Për dobijeve tjera që i cek dietar është edhe ajo që më herët, se njerëz rreth dispozitave të namazit janë dy lloje. Njerëz që i din dispozitat e namazit dhe njerëz që nuk i din. Ata në prezantimin e namazit me xhamat, ata që janë ignorant, do të janë të padijshëm rreth dispozitave të namazit, mësohen edhe i njohin më mirë këto dispozita. Periudhësive tjera që i cek dietar është se do thot namazi me xhamat ose namazin përgjithësi kur të falen musliman për hir të Allah subhanahu wa taala, ka prej këtyre namazeve cilat do thot e arrin shpërblimin të plot. Disa tjera e arrin më të mangët. Që shkallën disa hadithe tjera, e namazi me xhamat do thot e plotson këtë mangësi. Do thot ai i cili ka namazin më të mangët, i plotësohet kjo mangësi, ky shpërblim me namazin e atij i cili ju ka pranuar në mënyrë të plotë prej Allahut, nga ana Allah subhanahu wa taala. Kalojmë te meselja e dytë, apo te çështja e dytë, pika e dytë e cila ka të bëjë se cili është vendimi i Islamit për namazin me xhamat. A është obligim apo është sunet? Do të ka kontradikta mes dietarëve të Islamit, mirë po mendimi më i saktë është se namazi me xhamat është obligim. Edhe është fardhu ain, do të thotë është obligim për çdo musliman që më fal namazin me xhamat. Argumentet për këtë janë, do thot prej librit të Allahut subhanahu wa taala, prej Kur'anit. Fjala Allah subhanahu wa taala ku thot: "Wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka." Edhe kur ti je në mesin e tyre, do thot edhe thirrët për namaz, atëherë thot le të falen një grup prej tyre me ty. Do ky ajet ka zbrit në namazin e frikës, do thot kur muslimanët janë përballë armikut. Pra nëse ka ardhur ndyrë urdhrore që një grup që musliman të falen me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në kohën më të vështirë, do thot në gjendjen më të vështirë kur janë përballë armikut, atëherë në gjendjen kur janë do të sigurt edhe janë në rahati, atëherë obligimi është edhe më i madh. Do të kjo tregon se pasi që Allah subhanahu wa taala ka bë obligim namazin me xhamat, edhe kur je përballë armikut, atëherë kjo tregon se jashtë kësaj gjendje është edhe më obligative. Për argumenteve tjera është hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thot: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Athqalu s-salati 'ala al-munafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr." Dhe namazi më i rënd që i vjen më së vështirë te munafikave është namazi i sabahut edhe namazi i yatsis. "Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Thotë se kur ta kishin ditë se çfarë shpërblimi ka në namazin e yatsis, edhe namazin e sabahut, kishin ardhur në xhami mu fal, edhe sikur të kishin ardhur, do thotë zvarr, duke u zvarritur. "Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam
thumma amuru rajulan yusalli bin nas. Thotë edhe kam dasht që më urdhëru për namaz. Mu thirr, do të më thirr ikametin për namaz, pastaj më urdhnu një njeri prej xhamatit që mu fal me njerëz. Thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'hum huzamun min hatab ila qawmin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alayhim buyutahum bin nar. Thot kam dashur pastaj që më marr një grup për njerëzve edhe më shku te ata njerëz të cilët nuk prezantojnë namazin me xhamat në për xhamia, edhe më udhjek shtëpijet e tyre, duke qenë ata brenda këtyre shtëpive. Thotë kjo është një kërcënim shumë i madh që tregon se namazi me xhamat nuk mund të lihet. Namazi me xhamat nuk mund të lihet. Argumentimi me këtë hadith bëhet në dy mënyra ose me dy pjesë tina. E para është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përshkruar ata të cilët nuk prezantojnë namazin me xhamat si munafika. Kurse e dyta është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka kërcënuar ata që kanë djeg me zjarr, do të shtëpitë e tyre kanë djeg me zjarr, edhe ata mbrenda tyre. Mirë, po çka ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos me djeg me zjarr? Ose Allah subhanahu wa taala ka ndaluar që krijesat e tina mu dënu me zjarr. Kjo ka ndaluar që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këta njerëz mi dënu me zjarr të xhenamit. Disa prej ulemave ka thonë se ajo që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos me dënu me zjarr, ose në mes brenda aty në shtëpive ka pas gra dhe fëmijë. Ata nuk e kanë obligim me prezantu namazin me xhamat. Për argumenteve tjera është se një njeri i verbët, domethënë që ka qenë çorr, s'ka pa, e ka kërku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që më leju atina mos me prezantu namazin me xhamat. Do të thotë edhe është rregull në fikun e muslimanëve që lehtësimi për një dispozit nuk vjen vetëm pasi që ai ligj ose ai vendim ka qenë obligim. Alaykum salam. Po masi ka qenë obligim, atëherë vjen lehtësimi. Mirë, po pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij njeriu nuk e ka leju që mu fal të shtëpia vet, mirë, po ka urdhëruar që prap me ardhë mu fal në xhami, edhe pse ka qenë e verbët. Ai ka thonë alaykum salam. Atasma'un nida, apo ndëgjon ezanin, apo dëgjon thirrjen për namaz? Qala na'am, qala fajib. Ka thonë po, ka thonë atëherë përgjigj kësaj thirrje. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhr. Kush të ndëgjon ezan, edhe nuk i përgjigjet, atëherë thotë nuk ka namaz, veçse nëse ka ndonjë prej arsyeve. Arsyet që të lejon mos daljen e namazit në xhami, do të falen namazet me xhamat, kena më thënë dersën arshëm. Gjithashtu ka thonë Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, laqad ra'aytana wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sallam. Thotë në kohën tonë, kur kemi qenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk është largu, edhe nuk ka prezantu namazin me xhamat, veç ai i cili ka qenë munafik, edhe që kemi njoftë se është munafik. Thotë muslimanët në gjithë ju kanë përgjigj thirrjes namazin me xhamat. Mirë, po vjen pyetja, kush e ka obligim u fal namazin me xhamat? Thotë namazi me xhamat është obligim për meshkujt të cilët janë të mençur, thotë që janë të çmendur. Edhe që kanë mundësi, edhe janë të fuqishëm me dalë në xhami, do të me fal namazin me xhamat. Mirë, po ai do thotë gjithashtu qëllimi për meshkuj është meshkuj të cilët kanë hyrë në moshën madhore. Do të cilët kanë arritur moshën madhore. Ndërsa gratë nuk e kanë obligim me dalë namazin me xhamat. Gjithashtu fëmijët të cilët nuk kanë hyrë në moshën madhore se kanë obligim me dalë namazin me xhamat. Gjithashtu të rriturit, meshkujt të cilët janë çmendur, nuk e kanë obligim me dalë namazin me xhamat. Apo ata të cilët nuk kanë mundësi me dalë, sigurisht që është i smuti, do të është ai i cili është i paralizuar, apo ai i cili ka të meta tjera, do të nëse nuk i ka komptetin apo do të arsye tjera, të cilët e lejojnë këtë që mos me dalë namazin me xhamat. Dhe namazin me xhamat shëtë se këmë marrët është obligim për këta persona, do të që me këto kushte, alusram, pavarësisht a është ndodhtim apo është, do të nuk është udhëtar, po është vendas.
Atë edhe udhëtari, edhe ai i cili është vendas, që nuk është udhëtar, e ka obligim namazin me xhamat. Edhe ai, shqetësoj më edhe më herët, edhe ai i cili është, do thotë, në gjendjen e frikës. Do të kur është në luftë me qafirat, me jo besimtarët, prapë ka obligim që me fal namazin me xhamat. Edhe kjo obligim që po e cekum nuk do thotë që namazi me xhamat është kusht i pranimit apo i saktësisë namazit. Pra nëse dikush falet vetëm në shtëpi, nuk do thotë që namazi i tij nuk pranohet. Namazi i tij pranohet, mirë po ka të mangët. Namazin e ka të mangët, edhe shpërblimin për këtë namaz e ka të mangët. Aleikum selam. Qëllimi është nëse nuk dal në xhami pa arsye. Mirë po nëse ka arsye, atëherë namazin e ka të plot. Namazin e ka të plot. Dhe ai i cili obligohet me dal, do thotë në xhami me fal namazin me xhamat, është ai i cili do thotë ndëgjon ezanin. Edhe qëllimi i ndëgjimit të ezanit është me ndëgju pa zmadhus, do thotë pa këto gjëra që zmadhojnë ezanin. Pastaj vjen, do thotë, meselja e tretë që ka të bëj se ku është obligim falja namazit me xhamat. Do të është obligim me fal namazin me xhamat në xhamia, apo mjafton nëse mblidhen, domthonë anëtarët e familjes e bajnë xhamat, falen me xhamat edhe do thotë prej atyre vjen gjënoi edhe e mrrin shpërblimin e namazit me xhamat. Do të mendimi më i saktë i dietarëve është se namazi me xhamat është obligim mu fal në xhamia. Do të thënë kur është bërë obligim namazi me xhamat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, esenca ka qenë që është bërë obligim në xhami, jo në për shtëpia. Do të me dalë në për xhamia edhe me fal namazin e xhamat. Do të kjo është nëse dikush e ka xhamin afër, shqet se kam më herët që ndëgjon ezanin pas madhus. Nëse ka xhamin larg, atëherë namazi me xhamat për këtë person është sunet. Është sunet. Mirë, nuk e ka obligim. Mirë po, i lejohet këtina do dhe që e ka xhamin larg, që me bashkua anëtarët e familjes edhe me fal namaz me xhamat. Edhe kë arrin shpërblimin e namazit me xhamat. Do thotë që është 25 herë apo 27 herë që shkon hadithe të ndryshme. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë ka nxit në namazin me xhamat, që njerëzit mu fal namaz me xhamat. Edhe ka sqaruar vlerën edhe shpërblimin e madh të namazit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja. Namazi me xhamat është më i vlefshëm se namazi i dikujt që falet vetëm për 25 shkallë. Kurse në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, salatu ar-rajuli fil jamaa tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dhifan. Dhe namazi i njeriu me xhamat, në xhamat shumë fishohet apo shtohet më shumë se namazi i tij në shtëpinë e tij apo në tregun e tij, do në vendin ku ai bën tregti për 25 fish. Wa dhalika, dhe ka sqaruar pejgamberi son pse shtohet kështu? Pse shtohet namazi me xhamat këtë vlerë? Ka thënë sepse ennehu idha tawaddaa fa ahsana alwudu. Nëse ai merr abdes, edhe do thotë përsos abdesin, e merr në mënyrën më të mirë, me obligimet e sunetet e tij, krejt që ai ka, thumma kharaja ila almasjid, pastaj thot dal në masjid, la yukhrijuhu illa as-salah. Edhe nuk e nxjerr thot prej shtëpisë tina për në xhami veç sa namazi. Do të jo në interes tjetër i kësaj dunjaje. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja. Thot nuk e bën ose nuk e çet asnjë hap veç sa thot i ngritet këtina në pozit, në grad, edhe ngritet pozita tek Allah subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'atun. Edhe thot i fshihet këtina për çdo hap nga një gjëna. Fa idha salla, e kur të falet, lam tazil al malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu. Thot edhe nëse kur të falet, melaqet vazhdimisht çojnë salavat për këtë person, sa të është në vendin ku u fal. Do thot në xhamin kur u fal. Sa që ndron ulur në xhamin ku u fal, melaqet vazhdimisht çojnë salavate. Thonë Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Allahun, do thot
qa salavat për këtë person, o Allahin mëshiro këtë person. Dhe namazë me xhamat është sunet për gratë, do thotë janë xhamia, po nëse janë shtëpiat e tyre, edhe mblidhen do të një grup i grave, është sunet që mu falë me namaz me xhamat, jo mu falë se cila vetëm. Normal nëse nuk ka mesin e tyre burra, cilët do dhe kanë obligim me dal imam i tyre. Edhe është e lejuar do të që njëra për i grave mu bëj imam i tjerave. Mirë po që shkënë me të sekë edhe në kapitull në arshëm, që ka të bëj me imam lëkën, do thotë, dispozita rreth imam lëkët, është se gruaja, kur del imam i grave tjera, do të me rejt në mesin e tyne, do thotë në saf me to, jo me dal me përpara, jo prija tyne sigur se burrat. Gjithashtu e zanin, gratë nuk e thirrën, është me kroqe gratë, me thirrë zanin, sepse në zan do thotë ka lartësim të zanit, edhe zanin dëgjohet larg. Kurse i kametin e thirrën, mirë po e thirrën me zot tult. Sa nuk dëgjohet, do thotë jashtë shtëpisë. Dhe gjithashtu ajo gruaja që del imam grave tjera, do thotë namazet me zo, lexon me zo. Nëse nuk kanë mesin e tyre burrat huaj, do thotë që nuk janë shtëpisë. A nëse në ka burrat huaj, atë lexon pa zo. Do të argument për se gratë kanë është sunet me fal, do thotë namaz me xhamat, nëse janë një në tubim ose një grumbull për i grave, është se do thotë kështu ka vepru Aisha radiallahu anha edhe Ummu Salama, siç e transmeton Darakutni sunenin e tij, se ato do thotë kanë fal kur kanë qenë në grup me gra tjera, do thotë kanë fal namaz me xhamat. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urdhëruar një prej grave për sahabeshave që është quajt Ummu Waraka, e ka urdhëruar që mu bë imam i antarëve, do thotë shtëpisë sajna. Qëllimi është i antarëve grave, do thotë. Për arsye se burrat kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju fal xhamia, nuk ju falën për shtëpi. Edhe kët hadith do thotë transmeton Darakutni edhe Abu Daudi. Dhe i lejohet grave, do thotë që me dal namaz me xhamat në për xhamia. Mirë po me kushte. Do të kushti i parë është që mos me qenë të parfumosura. Do të mos me parfumos veten e tyre. E dytë është mu mbulu. Nëse kjo mundet me kanë si kushti i parë, do thotë që mu mbulu, edhe mos mu zbulu. Edhe mos mi zbulu pjesë cilat bojnë fitne. Do të i provokojnë tjerët. Gjithashtu është me pas lejen për i burrit sajna. Do të me lyp leje për i burrit sajna. Edhe do të nëse del në xhami, do të me di që mos më fut në mesin e burrave. Do të më përzi me burra, mirë po me esë rrugëve, cilat janë larg burrave, do të që janë larg përzirjes me burrave. Kurse sa i përket burrave, nëse gratë e tyre kërkojnë leje për i burrave me lshu dhe me shku në namaz me xhamat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka urdhëruar që mi leju gratë e tyre me shku në namaz me xhamat. Që shka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha ista'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid falya'dhan laha. Thotë nëse dikon për juve ose dikuj për juve i kërkon gruaja e tij leje që me dal namaz me xhamat në xhamia, atëherë thotë le ta lejonat. Ose në transmetim tjetër ka thonë fela yamna'ha, edhe mos ta ndalonat. Çfarë thonë hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la tamna'u ima Allahil masajid. Mos i ndaloni robreshat e Allahut, do të gratë për shëllimi prej xhamiave. Mirë po, namazi i grave në shtëpiat e tyre është më i vlefshëm se sa me dalë në xhamia. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në tjetër hadith, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dhe gratë dhe shtëpiat e grave do të jenë më të mira se sa në me dalë namaz me xhamat në për xhamia. Qëllimi shtëpiat e tyre janë më të mira, do thotë namazi i tyre është më i vlefshëm. Edhe ka problem më të madh tek Allah subhanahu wa taala. Prej kësaj do thotë ulemaja kanë nxjerrë një dispozit, do thotë vjen pyetja se gratë që dalin mu fal namaz me xhamat në për xhamia, a është ky namaz me xhamat i tyre i barabart
apo vlera këtij namazi është e barabartë me vlerën e namazit burrave. Do të ulemoja kanë thonë, sa i përket kësaj do thotë jo, namazi burrave prapë është më i vlefshëm se sa namazi grave, që dalin do thotë mu fal me namaz me xhamat në xhamia, për arsye se Allah subhanahu wa taala ka thonë walir rijali alayhin daraja. Edhe burrat gjithmonë janë në shkollë ose shumë shkollë më lart se sa gratë. Dhe kur e cekëm do thotë që burrat e kanë obligim me dal namaz me xhamat, thotë është edhe një për grupeve që kanë obligim me dal, ose një grup tjetër që nuk e kanë obligim me dal, mirë po që në kohën tonë nuk ekziston, është nëse muslimanët kanë rob. To që kanë qenë kohën dhe ma hershme, që kanë pas rob, atër robët nuk e kanë pas obligim namazin me xhamat. Për arsye se ata kanë qenë të obligueshëm prej zotnive tyne, që më kujdes për pasuninë e tyne. E mos kujdesin ndaj pasunisë tyre, atër do thot ka shu deri te shkatërimi kësaj pasurie. Edhe prej kësaj ulemaja do thot kanë nxjerr hukum, kanë nxjerr ligj, vendim që robët nuk e kanë obligim me dal namaz me xhamat. Dhe prej kësaj do thot ulemaja gjithashtu e kanë nxjerr një hukum ose një dispozitë tjetër, se ai i cili është i obliguar do thot prej shtetit islam apo prej një muslimani tjetër që ka një domethënë një kompani të madhe ose një diçka tjetër dhe ka obliguar që me harrojt pasunin, atër kë që harron pasunin nuk e ka obligim me dal namaz me xhamat apo në për xhamia. Edhe pse xhamia ka afër. Për arsye se nëse ky dal, atër pasuria e atij muslimani shkatërrohet edhe humbet, ose vjedhet ose gjëra tjera që mundën me ndodh. Dhe prej hadithe që e cekëm marrë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urdhëruar burrin që me leju femrën me dal namaz me xhamat, ulemaja kanë zënë dispozitë tjetër ose më mirë thonë disa prej dietarëve kanë thënë që kjo tregon se burrit i lejohet me ndalu gruan mos me dal prej shtëpisë për punë dhe gjëra tjera. I lejohet, do thotë me ndalu gruan. Pastaj ulemaja i cekun disa prej meselave se cila xhami është më së miri që muslimani, do në xhamia në cilën falen me xhamat,